Bllokimi i qarkullimit në aksin Librazh Pogradec ka sjellë rritje të ndjeshme të çmimeve të biletave të transportit publik dhe të produkteve ushqimore. Drejtuesit e mjeteve ndërqytetase tregojnë se janë detyruar të rrisin çmimin pasi rruga alternative është më e gjatë dhe amortizuar, çka rrit kostot e karburantit dhe mirëmbajtjes, ndërsa numri i udhëtarëve ka rënë ndjeshëm. Kosta është shumë e madhe. Çmimi i biletës që ashtu 3000 lekë nuk është standardi që kërkohet sot. Pse? Sot që nga Korça në Gramsë është bileta 7000 lekë, edhe 5000 lekë është në Gramsë, për në Tiranë 12000 lekë. E kemi vend koston 10000 lekë. Po, rruga është në mënyrë skandaloze. Sot unë të shkoj në orën 10, në orën 9, mund të shkoj me 2 veta, me 3 veta. Orari i dieshëm që ishte dje në ora 5 me 6, është nisur autobusi, dhe fjalë me një person. Me një person. Ka ardhur në Korçë me një person. Rritje çmimesh ka pasur edhe në tregun e fruta perimeve për shkak të kostës më të lartë të transportit që po përballojnë furnitorët. Shumë do. Neve këtu, ambienti është shumë i bukur. Po shitja. Më parë, një bilet udhtimi nga Korça drejt Tiranës kushtonte 700 lekë, ndërsa sot 1000 lekë. Ndërkohë, produktet ushqimore kanë pësuar rritje deri në 20%, duke rënduar më tej buxhetin e qytetarëve.